Ndërkohë SPAK ka pastisur zyrat e Ministrisë së Financave ku po heton për heqjen e gjobës për 120 milion euro ndaj Bankës Petroleum. A mendoni se SPAK në këtë rast është duke e rrethuar vetë Edi Ramën dhe ministritë e tij dhe është duke, po themi, e kryqëzuar në një farë mënyre për gjithë korrupsionin që ka ndodhur, qoftë në rastin e Bankës Petroleum që shkon një korrupsion përtej qeverisjes së tij? Së është përtej qeverisjes së tij. Ky t'japi sa për vitet ku ka qenë. Po. Strukturat policore, tatimore kanë ditur. Nuk kanë bajtë qëndrim, t'japi sa. Pastaj të vazhdoi të shtrihet në kohë e sapin bashkë me vllajën e tij Berisha. Se nëse ka një përbindësh korrupsionit të pamas, besoj as në Europë nuk ka pasur korrupsion të tillë. Sa Bankersi. Ta hapet më në fund Bankersi. E të shohim mirë sa krenar do jenë me qeverisjen e tyre. Por unë kam kritikën time ka shi organit akuzës dhe gjykatës lidhur me mos bllokimin e pasurive të gjithë personave. Këta në janë hequr sigurisht mbi ligjin, bile janë edhe mbi Zotin. Duhet marrë një mësim vetëm për këtë rol, e sikur ta kemë bërë pa dashje. Dhe kur ti thua, a besoni, unë po them edhe shprehjen që ka i besimtar, po inshallah, sa më shpejt, se na kanë lodhur, na e kanë kthyer jetën hall. Ne edhe gjithë tjerëve, të vazhdojnë atje të bindën ligjit si çeça. Ka dhe forma të tjera, edhe më të egra, ne duam drejtësi, as na intereson fare se mërziten këta, poftja bëjnë aty të plasin, ne duam drejtësi atje. Të respektojnë ligjet dhe të jenë sa më të forta në funksion drejtësisë, edhe të mirë funksionimit të këtij shteti që nuk është akoma shtet të shtetit shqiptar, në favor të popullit shqiptar. Nuk na interesojnë fare lëtyrat e politikës. Me çfarë do lloj posti qofshin edhe. Avokat, para pak ditësh ish kryeministri Sali Berisha, kreu i Partisë Demokratike, zhvilloi një protestë para kryeministrisë në të njëjtën ditë ku mori dhe flet thirrjen nga SPAK për 21 janarin. Si mendoni, çfarë po ndodh me Berishën dhe cili do të jetë fati i tij në raport me dosjen e 21 janarit? Berisha ka firmosur fatin e tij me atë që ka bërë. Tani është rradha e drejtësisë flasi. Fakti që flet Berisha tregon që nuk ka folur akoma drejtësia me të. Tani ti që vrave njerëzit për protestë në atë vend, del pikërisht vendin e tyre. Kjo është ironia më e keqe, më e zezë. Kjo është tallja më e madhe që mund bëhet me gjakun atyre që u vranë 21 janar. Siç i bëri talli Rama kur u vranë përkundër korrupsionit Metës, edhe mas 2 vjetësh erdhi me Metën qeverisje, e bëri kryetar parlamentit dhe pastaj president. Shpresoj të dy ta mbyllin sa më shpejt ciklin e tyre dhe të kenë të bëjnë me drejtësinë. Të flasin vetëm drejtësia me ta, jo ne. E le të flasin për gjëra, për tema më të bukura. Jemi bërë si kronikë e zezë. Në çdo emision, çdo intervistë. Para pak ditësh ishte në Shqipëri zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Mark Fleming, i cili takoi edhe kreun e institucionit të strukturës së posaçme Altin Dumani. Si e keni parë këtë vizitë dhe cili është mesazhi amerikan në këtë rast nisur dhe nga zhvillimet e fundit me goditjen ndaj Belinda Ballukut? Vazhdoni, prekeni po doni ditan preqin edhe strukturës SPAK. Ky është mesazhi qartë fare. Vazhdoni. Çojeni gangster prap. Guxoni bëni. Mund të jetë këto pasojat. Unë di që njerëzit kanë mbyllur punën, por kur kanë ndryer ambasada, ju janë hapur çështje që kanë mbajtur për gjithë jetën pastaj. Ajo strukturë lëviz ngadalë, po me peshë shumë të rëndë.
dhe të vi burri botës nga atje këtu, vetëm për të takuar Ditan Prençin, unë mendoj që di çfarë them. Po nuk kërkoj fare të mirë kuptojnë ata që rrim përballë. Kur mos mirë kuptofshin. Vazhdoni. Po ishit kaq trima, kaq fort, vazhdoni ato që guxuat ta bëni me Prençin, ta bëni. Nuk është problem të shpallën e terroristë pasaj. Vazhdojnë, bëhen trima, se do t'i mbroj ca tjerë, ca amerikanë tjerë. Vazhdojnë, atje e kanë. Kjo është dorash, kjo është dorezë e hedhur. A jetë trim, bëhen. Bëhen. Nëse e ka i trim, bëhen. Është kollaj të kujtosh fëmijët e prokurorëve. Bëhen. Ku e kanë gangsterin, se nuk e qenë prapa atje. Ta bëjt. Shu puna. Shqyqyrë që e kanë kryojtur më të që s'doj kryuar. Tani ta shojmë. Se bollë i kemi duruar, do më thënë. Ne kanë pru shpirtin më të hundës. Ne neveritur me të krekosin e tyre. Jetë trim ja ku kete Ditan Prençin. Duke mbetur te pjesa amerikane dhe mbështetja amerikane ndaj SPAK-ut, gjatë kësaj vizite, por dhe paralelisht zhvillimeve në Shqipëri, duket se administrata amerikane e Donald Trump e ka shumë seriozisht luftën ndaj karteleve të drogës, teksa vendosin në sanksione edhe familjen Hysa si bashkëpunëtore me kartelin e drogës Sinaloa. Ndërkohë luftar Hysa është nga eksponentët e kësaj familje i cili ka takuar dhe është pritur në zyrë nga kryeministri Edi Rama. Në këtë rast, është vendosur në piketën apo targetin e Shtetit Bashkuar të Amerikës vetë kryeministri Edi Rama dhe sa rrezikon në këtë rast? Nuk e di sa ku është përlyer, po që përlyer përgjigjet. Po është turpi i tij që unë jam qytetar i devotshëm për shembull i Republikës Shqipërisë. Nuk ka dënjuar presi gjitha lebakët atje në zyrë, edhe është turpi i tij që ka pritur ata. Edhe që ka pritur, jo më pastaj këtë punuar me ta. Ata i din, nuk janë funksionon mirë analiza e tyre. Ata që përpunojnë dhënat. Ata i din mirë, domethënë. Po fakti që Shqipëria është kthyer në një u shashizua gjithë vendi dhe kemi sjell një dëm të pallogaritshëm, pak në ta që marrin vesh nga ligjet dhe shtetformimi dhe funksionimi njëkohësisht, atë dëm që i ka sjell ashashizimi i vendit, duke kthyer policinë, duke kriminalizuar policinë, ta kthesh sindikat krimi, është më e rëndë bile se gjithë korrupsionet e tjera. Dhe për të do të ketë proces tjetër. Është dëm i pallogaritshëm. E kemi bërë shtetin pa shtyllë kurrizore. Me atë veprim. Shohim tani. Por unë mendoj që ka vajtur në fund, nuk ka ku të shkojmë më keq se kaq. Tani do të filloj pasqyrimi, kthehemi mbrapsht. Çfarë kanë hedhur zotëri do pres. Shqyqyr që po merret në kujdes veçantë, në patronazhim veçantë, se ka dhe këta patronazhistë, po ka dhe patronazhim nga Amerika. Ky aspekt, lufta kundër terrorizmit, ata i bindën me laps. Se këta, ato që shesin ato 10 miliard nga i marrin, nga tregu amerikan, janë jetë amerikanësh. Dhe mua të mbi dikush më shesi hedh fëmijëve të mi. Po, gjëja pari të mendohet i merë jetën. Kështu që këta nëse janë trashur në kurriz duke lëmuar popullin amerikan, ti marrin përveshje aty si Norjegën të çojnë atje. E të përgjigjen atje. Ka dhe burgje të mira, burgje federale të mira shumë atje. Ka karisin atje brenda. Urojti shoh atje. Trimat e kotecit tonë.